Në datën 12 shkurt 2025, ora 21:17, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjonit një foto që duket si faqe interneti nga e cila mund të aksesohet sistemet e spakut. Më pas, ai i dërgon një SMS me përmbajtjen, mos e hapsha dot. Mëtej, Arnold Rokaj i dërgon sërish një SMS Zambak Gjonit. Se do t'i shkruaj Rams, e hajt t'ja u bëjmë ropt. Pra, Arnold Rokaj e kishte numrin e Rams. Dhe Arnold Rokaj, sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhanat e faqes, hajt t'ju bëjmë këte dhate me gjuhën e lubis, se këte gjuhë kishë ata njëri me tjetë, ja paloshe, jo këshu e është gjitha më tapja. Nga përmajtja e këti komunikimi, kryohet bini arsyeshme se veprimet e thetuarit kanë të bëjnë me ndërhyrjet pa autorizuar në sistemet e spakut, me qëllim dëmtimin e tyre përmes shpërndarjes së dokumentave tek persona të tretë, duke ja dërguar Rams dokumentat. Ati thot do ja dërgoj, thot.